Ajrore të vendit ishte në gatishmëri të plot. Pamjet e transmetuara treguan ndërtesa në tym në lagjet rezidenciale. Misionist përdori dorën e tij të përgjithshme ndaj një krimi në vendin tonë të dashur këtë mëngjes dhe zbuloi natyrën e tij të ligë, duke goditur qendrat e banimit më shumë se kur më parë. Regjimi duhet të presë në dëshkim të rënd. Disa komandantë dhe shkencëtar u martirizuan në sulmet e armikut. Pasardhësit dhe kolegët e tyre do të rifillojnë menjëherë detyrat e tyre me vullnetin e Zotit. Months ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. Pak qaste më parë Izraeli nisi operacionin Luani në ngritje, një operacion ushtarak i synuar për të mbrapsur kërcënimin iranian ndaj mbijetesës së Izraelit. Ky operacion do të vazhdojë aq ditë sa të jetë nevojshme për të larguar këtë kërcënim. Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation... Shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, tha se Izraeli nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të kryente sulm kundër Iranit dhe se ushtria ka rekrutuar 10 mijëra ushtar për mbrojtje kundër një sulmi të pritur hakmarrës, që mund të jetë i ndryshëm nga ai me të cilin jemi mësuar. For as many days as it takes to remove this threat. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. אנו במערכה היסטורית שלא הייתה... Forcat e mbrojtjes së Izraelit filluan sot operacionin Luani në ngritje për të sulmuar kërcënimet strategjike të Iranit ndaj shtetit të Izraelit. Ne jemi në një fushat historike ndryshe nga çdo tjetër. Kjo është një fushat kritike për të parandaluar një kërcënim ekzistencial nga një armik që kërkon të na shkatërrojë. Ne nisëm këtë sulm sepse ka ardhur koha. Jemi në pikën pakthim. Nuk duhet të presim një moment tjetër për të vepruar. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Sirenat e alarmit u dëgjuan në Jeruzalem në orët e para të së premtes, si dhe në të gjithë Izraelin, teksa Izraeli goditi Iranin. Alarmi u dërgua nga komanda e frontit të brendshëm të ushtrisë izraelite herët të premten në mëngjes, duke u bërë thirrje izraelitëve të qëndrojnë afër qendrave të strehimit. Qëndroni afër hapësirës së mbrojtur, lëvizjet duhet të reduktohen dhe grumbullimet të shmangen. Kur merrni një paralajmërim, duhet të hyni në një zonë të mbrojtur dhe të qëndroni atje derisa t'ju vi një mesazh i ri. Komanda e frontit të brendshëm, udhëzime për shpëtimin e jetës, thuhet në një prej mesazheve që ju dërgua izraelitëve. Izraelitët në Tel Aviv nxituan drejt supermarketeve lokale të premten pas alarmeve kombëtare që paralajmëronin për një sulm të afërt. I woke up by the alarm and couldn't back to sleep, so I thought let's get some supplies in case anything happens. Got some water, some basic food for the family. U zgjova nga alarmi dhe nuk munda të flija përsëri, kështu që mendova të merrnim disa furnizime në rast se ndodh diçka. Të merrnim pak ujë, disa ushqime bazë për familjen, sidoqoftë shpresoj që gjithçka të qetësohet. Duam paqe për çdo rast, dua që familja të jetë e sigurt. Kemi dhomat e strehimit, jemi të gjithë mirë për çdo gjë që ndodh. Ca orë pasi Izraeli kreu sulmet ndaj Iranit. U zgjova shumë herë dhe dëgjova se ushtria izraelite sulmoi Iranin dhe jam shumë e lumtur për këtë. Ne po e presim një gjë të tillë. I dua të gjithë ushtarët e forcave ajrore izraelite. Kam qenë vetë në ushtri para shumë vitesh. Uroj që ushtria izraelite të ketë sukses në këtë sulm. Ne jemi të fortë, ne do të jemi këtu. Është vendi ynë. Ne e duam Amerikën, e duam Trumpin dhe uroj gjithë të mirat për ushtrinë izraelite. Zoti është gjithmonë me ne. Am Israel Chai, we are strong, we will be here, it's our country, we love America, USA, we love Trump, and all the best for the Israeli army, and God will...
Spitalet izraelite përgatitën objektet e tyre nëntoksore pas sulmeve në Iran. Në një video të shpërndar nga Spitali Kryesor i Haifës, Rambam, stafi i spitalit shihet duke shpërndar dhe duke instaluar pajisje mjekësore në një zonë të gjerë parkimi nëntoksor. Izraeli mbylli pikat e kontrollit në bregun perëndimor të premten, pasi kreu sulmet ndaj Iranit. Sulmi i Izraelit ndaj Iranit synon sabotimin e diplomacisë, tha Negar Mortazavi, bashkëpunëtore e lartë në Qendrën për Politikë Ndërkombëtare, në një intervistë për Reuters. Iran is that they're going to hit even harder and more by the Israelis. So not retaliating would embolden. Iranianët nuk kanë shumë mundësi të mira përpara tyre. Nëse nuk hakmerren kundër kësaj, frika në Iran është se do të goditen edhe më fort nga izraelitët. Mos hakmarrja do t'i trimërojë izraelitët. Në të njëjtën kohë, ata e kuptojnë se ky është një karrem nga izraelitët, sepse gjëja kryesore që ata janë përpjekur të ndalojnë është diplomacia midis SBA-s dhe Iranit. Në një postim në Truth Social të njëjtën më 12 qershor pas dite para sulmeve të Izraelit, presidenti i SBA-s Donald Trump tha se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj një rezolute diplomatike për çështjen bërthamore të Iranit. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj një zgjidhjeje diplomatike për çështjen bërthamore të Iranit. E gjithë administrata ime është udhëzuar të negociojë me Iranin. Ata mund të jenë një vend i shkëlqyer, por së pari duhet të heqin dorë plotësisht nga shpresat për të siguruar një armë bërthamore. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje, është shprehur Trump. Gjithashtu të njëjtën, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ishin të përfshira në sulmet e Izraelit kundër Iranit, ndërsa i kërkoi gjithashtu të Iranit të mos shënjestrojë interesat ose personelin e SBA-s në rajon. Sonte Izraeli ndërmori veprime të njëanshme kundër Iranit. Ne nuk jemi të përfshirë në sulme kundër Iranit dhe përparësia jon kryesore është mbrojtja e forcave amerikane në rajon. Izraeli në Irani nuk duhet të synojë interesat ose personelin e SBA-s. Very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.